Unë po besoj që me sjelljen dhe me veprimet e sotme të partive opozitare ka kulmuar apo është materializuar në tërësi ajo çfarë kemi thënë prej fillimit. Pra, për tash e 9 muaj, apo më tepër se 9 muaj, partitë opozitare bashkë me Listën Serbe janë barrikaduar kundër Albin Kurtit. Pra, qëllimi i vetëm i tyre është shndruar kundërshtimin ndaj Albin Kurtit pa pasur as alternativë, por edhe duke lënë çdo interes shtetëror e interesat e qytetarëve anash. Megjithse sot kishim seancën për votimin e buxhetit të shtetit për vitin e ardhshëm, kishim edhe votimin e buxhetit për 3 komunat për këtë vit, kishim edhe votimin e ndarjes buxhetore për RTK-n dhe kishim edhe marrëveshjet ndërkombëtare, opozita nuk tregoi gatishmëri pra që t'i votonte këto marrëveshje dhe këto buxhete në mënyrë që të mos mbeteshin qytetarët pa mjetet dhe pa përfitimin e këtyre mjeteve, qoftë buxhetore, qoftë në marrëveshjet ndërkombëtare. Ata thanë që nuk duan të votojnë as buxhet e as marrëveshje ndërkombëtare pa pasur qeveri. Por në anën tjetër, edhe kur ju ofrua opsioni për ta votuar një qeveri, e cila do të mundësonte pastaj që sipas kërkesave të tyre, që gjëja do duhet kishte edhe legitimitetin, të votohej buxheti, pra qoftë për vitin e ardhshëm, qoftë për 3 komunat për si vjet, Prishtinë, Gjilan, Zubin Potok, apo për RTK-n, apo edhe marrëveshjet ndërkombëtare përsëri refuzuan. Pra, edhe pse seanca realisht ishte për të votuar mandatarin Glauk Konjufca për kryeministër, ju e patë që të gjitha fjalimet e përfaqësuesve të grupeve parlamentare opozitare ishin kundër Albin Kurtit. Domethënë, këta janë gjendje me i lanë edhe 700 punëtor të RTK-s pa paga, janë gjendje me i lanë edhe 85.000 shërbys publik pa paga, janë gjendje me i lanë edhe 400.000 fëmijë pa shtesat fëmijëve dhe 300.000 pensionistë pa pensione, vetëm që mos rastësisht dikush po ja le fajin Albin Kurtit e që këta pastaj me dalë edhe me kritiku Albin Kurtit. Domethënë, këtu ka ardhur situata. Pra është një opozit e përbashkuar në një qëllim të vetëm. Jo për mirëqenie të qytetarëve, jo për përparim të vendit, jo për zhvillim të vendit, por vetëm në kundërshtimin e tyre ndaj Albin Kurtit. Gjë që është tragjike, është për keqardhje dhe po besoj që qytetarët ta kenë pare, ta kenë vlerësuar këtë që ndodhi sot dhe ta kenë parasysh në zgjedhjet që po na presin. Arsyeja ka qenë sepse ne me të vërtet kemi shpresuar që do të ketë reflektim racional tek opozita. Do të thonë, me sa men, çohet dikush edhe thotë nuk e votoj buxhetin. Çohet dikush thotë nuk e formoj komisionin për me ja miratu buxhetin RTK-s. Kjo është jashtë çdo racionaliteti. Asnjë mendje racionale nuk mundet me vlerësu këto. Mirë po, opozita që e pam sot është gjendje ta bëjë edhe këtë. Ne kemi qenë situatë tillë si opozitë. Në vitin 2020 kam qenë unë kryetari i komisionit për buxhet atëherë, që kam kërkuar nga gjithë deputetët e grupit parlamentar. Kemi kërkuar nga deputetët e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosit që të votohet buxheti, sepse kemi ditur që është e paimagjinueshme të shkohet në zgjedhje pa listë të buxhetit të miratuar dhe të rrezikohet stabiliteti ekonomik i vendit. Mirë po siç duket, me qenë se ju dështuan opozitës prognozat tash e 4 vite, që në vazhdimsi kanë prognozuar se do të ketë krizë buxhetore, krizë financiare, krizë buxhetore, krizë financiare, me qenë se ato u dështuan, tash po tentojnë që ta fabrikojnë një. Pra në mënyrë artificiale po provojnë ta fabrikojnë një krizë duke e lënë shtetin pa buxhet. Pra ky është problemi, ky është iracionaliteti në të cilin pra nuk e kemi llogaritur nga opozita. Nuk ka buxhet të planifikuar, domethënë ai buxhet që ka qenë KQZ-s tashmë shpenzuar, sepse kemi pasur 2 palë zgjedhje, në fakt 3 palë nëse e merr edhe ballotazhin në zgjedhjet lokale, mirë po duhet shihen mundësitë se si mundemi që brenda transfereve, pra brenda kursimeve që kanë mbetur, apo mund të ketë teprica në për organizata buxhetore që të sigurohet buxheti i nevojshëm. Sepse normalisht që nëse caktohet data e zgjedhjeve duhet të ketë edhe financimin e nevojshëm për të shkuar për të realizuar ato. Ne, sinqerisht, pra unë bëra edhe apel në mes të asaj seance, kur mora fjalën, sepse sinqerisht menduam që me gjithatë do të del dikush tek deputetët e opozitës dhe të reflektoj, pra që të mos rrezikohen pagat e punëtorëve të RTK-s,
të mos mbesin pa paga, të mos rrezikohen pagat e sektorit publik, të mos rrezikohen pensionet dhe të gjitha pagesat tjera, e për më tepër të mos rrezikohet edhe humbja e mbi 200 milion eurove që janë mjete qoftë nga Bashkimi Evropian apo nga banka botërore, të cilat janë marrëveshje me afat skadence. Domethënë 10% e mjeteve nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian humbin deri në fund të vitit dhe njësoj humbet edhe marrëveshjet, pra humbin edhe mjetet nga marrëveshjet që kemi me Bankën Botërore, sepse po bëhet më shumë se një vit prej kur janë nënshkruar dhe presin ratifikimin nga kuvendi. Pra ne pritëm që do të ketë megjithatë reflektim që nëse tashmë ishin përcaktuar që të mos e votojnë qeverinë, atëherë le t'u jepet shans buxhetit. Le të sigurohemi që vendi nuk rrëshet në një krizë artificiale, pra një krizë të fabrikuar nga opozita buxhetore, e cila pastaj mund të ketë pasoja të tjera, mirë po e pam që nuk ka gatishmëri. Nuk mund të flas për këtë sepse nuk me sa e patë edhe ju, pra nuk është se opozita shfaqin ndonjë shenjë mirëkuptimi sa i përket pra mirëqenies së qytetarëve, sa i përket pagave që ata presin, apo pensioneve dhe shpenzimeve të tjera, si që janë për shembull 3 komunat që ende vazhdojnë të operojnë me 1/12 e buxhetit të vitit 2024, që janë Prishtina, Gjilani dhe Zubin Potoku. Unë nuk di që ka ndonjë opsion tjetër që lejon kushtetuta, pra përveç se pas dështimit edhe të mandatarit të dytë, duhet të shkohet në zgjedhje, presidenti duhet ta caktojë datën e zgjedhjeve, normalisht besoj që do të ketë konsultim edhe me subjektet politike, por edhe me KQZ-n, në mënyrë që gjendet data më e përshtatshme. Ndërsa sa i përket rekordit, ajo çfarë mund të them që një rekord që po shënohet është edhe rekordi për qeverisjen më gjatë. Pra me rastin e mosvotimit të sotëm, qeveria në detyrë po besoj që nëse nisemi nga praktikat e kaluara do t'i bëj 5 vite. Pra marsi i vitit 2021 ka qenë kur e kemi marrë detyrën, po besoj që vitin e ardhshëm do të na gjejë përsëri, fillimi i vitit ardhshëm do të na gjejë me qeverinë në detyrë. Sepse zgjedhjet e reja, siç e keni parë deri në certifikim të rezultateve e pastaj edhe konstituim të kuvendit dhe votës për qeverinë marrin kohë. Kështu që ky është rekordi që po besoj si qeveri e kemi thyer me një mandat 5 vjeçar, të cilin opozita, siç edhe ka thënë kryeministri Kurti, po shihet se nuk po dëshiron ta largojë, por po ka qef me majt aty që me vazhdu me pas si kauzë të vetme për me kritiku Albin Kurtin, sepse nuk kanë kauzë tjera. Faleminderit shumë, mirupafshim.